ku është një rrugë? Jo 31, një rrugë. Ku është? Ku janë këto 31 rrugë që do riasfaltonte zonja Mersini për para fillimit të sezonit turistik? E kuptoni që kemi hyrë në sezonin turistik dhe jo më vonë se sa javën e kaluar në fundjavë, unë kam ditur personalisht së bashku me familjen, kam ditur 1 orë gjysmë i bllokuar sepse zonja Mersini kishte vendosur që ta bllokonte unazën e qytetit, atë unazën e vogël të qytetit, sepse po e riasfaltonte. Ore, po e kuptoni juve çfarë do të thënë të bllokohet sezoni turistik në fundjavë, edhe qyteti Vlorës, po kaq rrugë kemi ne, nuk kemi mundësi të tjera ku të kalojmë. 1 orë gjysmë kam ditur. Zoti Rokaj, së bashku me familje, me fëmijët e vegjël, kam ditur 1 orë gjysmë në makinë. Dhe jam, do të thënë, nuk dua ta personalizoj, po si mund të rinë qytetarët që shkojnë për të pirë një kafe në buzë të detit dhe të rinë 1 orë gjysmë në trafik në një qytet që pretendojmë të jemi elita e sezonit turistik, qyteti Vlorës. Dhe shumë mirë, le të bëhen promovime, po jo këtej të bëjmë promovime dhe këtej t'i vëm kazmën. Nuk ka një rrugë në qytetin e Vlorës sot që mos ketë kanale dhe gropa. Është e pafalshme. Është e pafalshme. Nuk e kuptoj, janë vënë ata semaforët se e fillova që pari dhe nuk e mbarova. Ja të lutem ta përfundoj. Janë vënë semaforët, aty te semaforët janë ca kanale që thyen kokën. Thyen kokën me makinë. Po pse nuk mbyllen këto? A u vu semaforët, u ndez semafori. Riasfaltoj orë rrugë, po imagjino gjëra kaq të vogla, imagjino për gjëra më të mëdha. Dhe tani vazhdojmë këtu me projekte, doa projekt lek për të rikonstruktuar ato thot muret rrethuese tek rajoni numër 5 te lagja Kushtrimi. Ore po bën një rrugë në vajtëm direkt te muret rrethuese të shtëpive, nuk ka rrugë aty, është balto as kanalizime asgjë. Kërkojmë lek që të bëjmë muret rrethuese shtëpive. Ndërkohë s'u kemi bërë as trotuar, as rrugë, as ndriçim, as gjë bërim. Ç'a do të bëjmë atyre ne? Të çojmë lek të tjera te Karikusët që tha edhe kolegja kështu. Ore, po mjafton të bëjmë 3 pika, po të jem pika tamam, që të ketë edhe atë që të kërkoj kolegja. Ore, këtu duhet të jenë ekspertë që të flasin dhe për voltazhin që ato do të kenë, që do të përmbajnë, duhet të ketë shpejtësinë e karikimit, duhet të jetë pasqyrë. Më mirë 5 se sa 10 të dobta, më mirë 5, po të jenë tamam. Po projekte 200 milion lekë. Po keni zy projektimi atje në bashki? Se kjo është pyetja. A ka inxhinier projektues bashkia se këtu vini shtoni punonjës, 1600, 1700. A ka zyr projektimi bashkia, pse do blejmë ne me taksat e qytetarëve 200 milion lek projekte? Ma thoni dot? Nuk ma thoni dot. Zoti Ishmet, edhe një pyetje se e ka me merak. Për 72 milion lek drona do blejmë, çfarë do mos keni vendosur të sulmojmë Iranin? 7 milionë 200.000, jo 7. Vjetra? Të reja 7 milionë 200.000. Por sa të bëjnë të reja, se kuptoj? Të vjetra sa bëj, 72 milion të vjetra. Qa droni është ky, nga do ta marrim? Janë 2 pajisjet të cilat shpërndajnë. Ore drona, ore nuk e di, janë drona luftarak, po ju pyes do sulmojmë Iranin. Përdoret për në një vend armik që është vend armiqësor ndaj Shqipërisë edhe Vlorës. Po 72 milion lek 2 drona, e dini çfarë do të thënë apo na dëgjojnë qytetarët do thonë jeni të çmendur të gjithë. 72 milion lek 2 drona. Po për çfarë duhen këta drona? Ç'a janë këta drona? Ç'a do bëjnë? Këta do spërkasin. Këta do shpërndajnë rreth që mos të bjerë shinë në sezonin turistik. Se unë nuk e di ç'a janë 2 drona 72 milion lekë. Ora kush na dëgjon do thotë, ore më mirë ata që sollën që donin 72 milion lekë për 2 drona. Po ju nuk thatë as i fjalë. Tani mos ta themi ne. 72 milion lekë, më thoj një dron që bën 37 milion lekë. Ç'a droni është? 36, më fal, ke të drejtë, shtova me 1 milion lekë. 36 milion lekë një dron. Ore të na dëgjojnë qytetarët, por mbase jam unë gabim. 36 milion lekë një dron, vetëm po të sulmojmë Iranin ore Ishmet. Po keni vendosur që Vlora si Republika Autonome e Shqipërisë të futet në luftë me Iranin, bujrum do vi dhe unë me juve. Do e votoj këtë projekt vendim. Po 72 milion lekë për 2 drona, po është çmenduri. Po tani nuk e di domethënë. Unë nuk e di si keni arritur ta shkruani një herë. Le pastaj të kërkoni miratimin në Këshill. Si keni arritur në këtë konkluzion që 72 milion lekë të blejmë 2 drona? Unë nuk kërkoj minimalisht të pikë të atërishni, për të tjera të thoni qatë doni, ka argument, edhe karikusi makinë, po 72 milion lekë 2 drona, ju qofshi do me thë. Këtu ka ikur se unë kam parë këtu, edhe kompjutera nga 5 milion, nga 6 milion. Po kjo e dronave do me thënë, kjo është mbrekullia vetë. 72 milion lekë 2 drona, nuk e di kush do t'i marri, mos i nis bruna këta drona dorë. O Ishmet ka në një aftësi të veçantë kjo kryetare bashkisë, që nis drona të tillë.